Këta gur do të duhet të ishin muri i cili do të rrethonte oborrin prej 2 hektare gjysmë, ku planifikohen të vendosen varrezat e komunitetit katolik të fshatit Llapushnik të Drenasit. Por në këtë vend nuk është përjashtuar mundësia për ndërtimin edhe të një kishe. Numër i madh i banorëve kishin mësyer pikën më të largë të fshatit për të kundërshtuar një gjë të tillë. Ndërtimi i kësaj kishe u pamundson familjarëve dhe bashkëluftëtarëve të dëshmorëve Ymer Alushanit që të vizitojnë varrin e tij, nga se rruga që të dërkonte lapidari i këtij dëshmori ndërpritet me ndërtimin e këtyre varrezave dhe kësaj kishe. Banorët kanë paralajmëruar edhe tensionim të situatës dhe kanë kërkuar nga institucionet që të ndërmarrin masa për të penguar ndërtimin e kishës. Ramadan Gashi, invalid i luftës së UÇK-s, ka thënë se në po të njëjtën provë shoqërore kanë kërkuar nga komuna e Drenasit që të jepet leja për nevojat e fshatit, përkatësisht për ndërtimin e një ambulante mjekësore, por edhe për ndërtimin e labitarëve të dëshmorëve dhe martirëve të fshatit, si dhe për ndërtimin e pistës për mbajtjen e manifestimit për kujtimor, epopeja e Grykës së Llapushnikut. Nuk kemi armiqsi ndërmes veti, kemi luftuar, është ende gjaku i freskët bashkë në këtë pikë ku jemi në sot, ku edhe unë jam i plagosur në atë pikën ato, e sot të ndërtohet një kish dhe të shtin i peshqvia e Kosovës, Moll Sherri, këtu në fshatin Llapushnik. Bujar Thaçi, antar i kuvendit komunal nga radhët e PDK-s në Drenas, ka thënë se komuna ka marrë vendim të jashtëligjshëm, nga se nuk ka marrë pëlqimin e këshilltarëve të kuvendit komunal, por as edhe të banorëve për dhënien në shfrytëzim të kësaj parcele. Ne nuk jemi kundër kishës katolike, ne nuk kërkojmë as kishas xhami, mirë po ne jemi që fshati jonë mos ketë përçarje. Kurse një ndarje e tillë që është bën në një vend të shenjtë, ku janë vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ne konsiderojmë që ndoshta mund të jetë ndaj konflikt që as ne nuk e dëshirojmë. Protesta ka përfunduar duke nderuar dëshmorët Ali Zogun dhe Ymer Alushanin me nga 1 minutë heshtje para lapidarëve të tyre. Policia dhe KFOR ishin prezent gjatë protestës dhe sipas protestuesve, ata kanë dalë çdo ditë për të vëzhguar situatën. Banorët e këtij fshati janë duke protestuar për 3 ditë radhazi, ndërsa të hënën në orën 10 ata kanë paralajmëruar protestë para komunës së Drenasit, ndërsa në orën 15 do të vendosin lapidarin epopeja e Grykës së Llapushnikut në po këtë vend.